Pikërisht sot me ne në studio kemi edhe Fatos Lumani, themeluesi edicionit të 4 të këtij festivali evenimenti do ta quaja, mirë po mbi të gjitha është edhe shumë i njohur si profesor, kompozitor. Mirëmëngjes. 14 do të thonë. Edicioni 14, po më fal, 14, o Valbona. I 4 është mirë, kjo është një shenjë mirë, sepse po e ndalon kohën, sepse po diskutonin pak më parë në lidhje për kohën, se sa shpejt po na ikën. Dhe kjo, ja ku e kemi... Jo, nuk e pranoj që jam plakur e donë. Nuk e pranoj. Si nuk i ikën kohë. Valbona bile ka qenë angazhuar në edicionin e 10. Po. Nuk e pranoj që jam plakur e donë. Fantastike. Profesor, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Unë do doja të theksoja, sepse e diskutuam pak më parë, Valbona, në vitin 2008 e kam patur të ftuar, pikërisht në emisionin e mëngjesit, Fatosin, 2008-ën, gati 16 vite kanë kaluar që atëherë, në mos gaboj, e kam patur si të ftuar për një ngjarje jashtëzakonisht shumë interesante, ku në Kosovë, kur u shpall pavarësia e Kosovës, dhe duhej disa kompozitorë që të krijonin edhe himnin, dhe Fatosin atëherë e kam patur, që më kujtohet, e kam patur të ftuar sepse Fatosi e fitoi vendin e dytë për komponimin më të mirë të himnit, por u përzgjodh një himën tjetër i cili erdhi thuhet me zarf nga diku tjetër. Apo jo, nuk është. Lajmet. Sa për të bërë një debat, si do doja ta lidhja tek komenti i temës së ditës. Kompozitori i himnit është me të vërtet një emër që na bën krenar, është Mendim Menxhiçi, të cilën e kam mik edhe e përshëndes shumë. Është domethënë bile konkursin e himnit, kur kam qenë atje te shtëpia e profesor Mendiut, tha Fatos pse nuk konkuron për himn. Do ai ishte nxitës. Po, unë se kisha mendjen kërkundit, thash, me profesor e din si shkojnë këto punë, e din, ai kishte domethënë një vit që e përgatiste, e kishte orkestruar bukur, e ndëgjova, tha shumë i bukur, thash më pëlqen. Po tha, konkuro ti, tha se konkursi do të jetë ndërkombëtar dhe mbi këqyrën, po thash e dive këto shqiptar neve, unë pastaj e din unë sa kam diplomuar, e din. Kështu që mos ta marr primati. Okej. Pas ka dashur konkurrencë të shëndetshme, profesori. Jo, është njeri shumë i sinqert, edhe është njeri shumë edhe, okej, mirë, edhe e lash në sirtar si muhabet dhe 2-3 ditë përpara se të mbarohet konkursi, më thirr një shok. Thot Fatos, hajde se mbyllet. Po mbyllen zarfet. Mbyllet, thot. Po thash, po jo, tha, konkurra dhe ula një natë para, edhe e shkruajta një himn, tjetër, edhe i bora 3. Domethënë, edhe 2 i konkurova për çeft, njërin e bora, edhe me 2 konkurova. Edhe e lash tash, kjo thash, vetëm kur më thirrën pasi kota, ke marrë vendin e dytë, po mira, po thash 7.000 euro i ke, thash, në atë kohë s'punonja, asnjë sent. Edhin si merr. Dhe kur erdhi këtu në emision ishte jashtëzakonisht shumë i lumtur. Po. Unë jam i sigurt që edhe profesori e këndon atë himn, domethënë. Po, vazhdon ta këndon gjithmonë. E ka bërë si refren. Mirë po pikërisht sepse ka shpërblim pastaj. Mirë po pikërisht kur folëm edhe për lajmin që dritroja e bëri një titull bombastik. E bëra të tillë shkaku i që ta lidhi me Fatosin në lidhje me temën që e kemi për sot. Profesor, ne zakonisht në çdo emision shpallim tema interesante ku diskutojmë me shikuesit tanë. Tema e sotme është pse njerëzit lexojnë komentet gjithmonë përpara se ta lexojnë përmbajtjen e lajmit. Të ndodhen edhe të shpesh kjo që të futesh, domethënë, lexojmë titullin dhe nuk futemi tek lajmi, po futemi tek komentet, të cilat i kemi perla. Po, zakonisht komentet janë më kreative, kanë hishmëri më kreative, se lajmi është si lajm, është rubrik. Po, që tregohet informacion. Fisteku, kështu, dhe pastaj komentet i japin atë kreativitetin, domethënë atë këndvështrimet e ndryshme, ngjyrat si e thon. Që është perle. Po, që janë perle. perle. Një fëmis një popull i analistëve, mirë po të ta quaj se për humorin nuk na i kalon askush, domethënë. Për perla që i kemi. Për perla që i kemi dhe që i lëm domethënë në rrjetet sociale. Por që folëm, në Angli është një grup të cilët po mundohen që komentet ti krijojnë në këngë. Ndërsa në qoftë se krijoheshin tek ne në këngë do të ishin pip 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 pip. Do bësh edhe këtu një tingull interesant do ishte për muzikën, no? Plus 18. Kur jemi tek muzika. Kthehemi tek tema, pse e kemi të ftuar konkretisht. Unë jam shumë e lumtur që me të vërtetë tashmë në Filharmoninë e Maqedonisë në sallën kryesore do të mbahet edhe edicioni 14 vjet, një ndër
Unë them që një ndër eventet që krenohemi më së shumti si popull është pikërisht edhe skena e muzikës serioze shqiptare. Këtë vit riktheni me shkelzen dolin profesor dhe keni vendosur një tematik pak më ndryshme, për ta flasim të gjithën. Si shkoi i gjithë organizimi për këtë vit? Këtë organizim për si vjet e bëjmë bashkërisht me Filharmoninë e Maqedonisë, me mikun tim Mustafa Imerin, drejtorin, edhe mirë, deri tash është shumë mirë, interesimi është jashtëzakonisht i madh. Dije sa e pash, më duket se ishte sold out, po në mos gaboj, do më thënë ose ishin 20, po do më thënë edhe po... Si do qof ata që 20 bileta deri pak më parë mund të kenë vetur. Deri dje. Dje nga ora 6, gjithë ju mund të informojnë më shumë, po, në rritë sociale. Por ne gjithsesi do të mundohemi që ditën e nesërme të japim pamje nga mbrëmja e sonde, cila do mbahet. Do mundohemi, po. I madhërishmi Shkëllzen doli. Si e pranoj Shkëllzeni këtë herë ftesën? Shkëllzenin e kemi mik, është miku i festivalit, edhe ka mbi 10 vjet të bashkëpunojmë, edhe është për herë aty për festivalin edhe për ne si miq, kështu që është kënaqësi për neve, po edhe për atë, se zakonisht në këto evente takohemi, muhabetet i vazhdojmë aty ku kemi lanë, edhe kështu bile kemi... Nga edicioni 4. Edicioni 4. Jo, është e një gjë, se po ta shohësh atë logon, është njëshi edhe 4 si anash, edhe shumë veta... E ngatroj njëshin me 4. E dini se kur t'ju arrin një mosh njeriu tani shkon edhe numëron vitet mbrapa që shkon, mirë po ja që festivali... Është fantastike, Valbona, e kam qenë me numrat është... Po tash, prandaj kemi vazhduar muzikën, nuk kemi marrë me matematikën, me numrat. Por duhet gjithmonë edhe numrat kanë shumë rëndësi edhe në muzikë. Po, bile një ndër arsyet pse ky algoritmi i inteligjencës artificiale është në muzikë është kaq i suksesshëm më tepër se vende tjera, është se pikërisht logjika e muzikës është gati logjik numrash. Është matematik në vetë. Është një lloj mënyre matematik. Tashi kreativiteti kur hyn aty shpirti njerëzor ndryshon gjithçka, po mund të bëjë një farlloj yrneku gati 90% njëjtë si filan kompozitori, sepse është teknikat kompozicionale janë aq logjike sa që mund të kopjohen në mënyrë logjike dhe në mënyrë logjike të ripërpunohen. Bile edhe kur mësohet muzika, për shembull kontrapunkti, harmonia, janë gati mund t'i quhesh shkenca logjike të muzikës, ku rregullat janë gati rigoroze dhe në qoftë se ti arrin në mënyrë, për shembull të shkruash një vepër sipas kontrapunktit barok, mund të shkruash një vepër njëjtë si Bahu të zot. A jam i qartë. Dhe kur flasim si Bahu, është shumë më kollaj në muzikantët e sotshëm që nuk janë si Bahu, që inteligjenca artificiale ti kopjoj maniret e tyre dhe të ta japë atë. Pikërisht për atë arsye dhe inteligjenca artificiale është e informuar nga pikërisht këto lëndë të themi, edhe pse harmonia është baza mbi të gjitha që janë ka matematika. Harmonia është matematika e muzikës. Vetëm t'ja jap edhe drejtorit një informacion se nuk e dija e kanë thënë më parë, mirë po para shumë viteve, ndoshta 20-30 viteve, Fakulteti i Muzikës, muzikës klasike ku studiohen shumë drejtime të ndryshme, qofshin edhe instrumentet, qofshin edhe drejtimet teorike, janë konsideruar të barabartë me vështirësinë në fakultetin e mjekësisë. Do me thënë muzika dhe mjekësia kanë qenë dy ndër drejtimet më të vështira dhe më, të thëmë kështu, rigoroze. Mirë po edhe pse tash normalisht ndryshon... Ka një informacion, ndërsa ne të artit po e themi të njëjtën e themi, kështu që unë do thoja të gjitha artet në përgjithësi kur jepesh tamam siç duhet, dhe është një statistik e zbuluar që shumica artistëve përpara momentit të premierës, përpara se të kalojnë, kur i kanë kontrolluar me disa analiza interesante, kur kanë kaluar analizat neurologjike, stres testet të shumta, ka qenë të gatshme, kanë qenë sikur bën një njeri aksident me 350 në orë. Do më thënë është ajo shqetësim, ankth të cilët i kanë përgjegjësinë të 2-3 muajve, të viteve të tëra, përderisa vjen momenti i ditës për ta shfaqur.
Dhe kur vjen momenti, sigurisht që fillon lehtësimi. Dhe prandaj për të gjithë ju që do ta vizitoni pikërisht Filharmoninë e Maqedonisë sot në ora 8, në orën 20, do të keni mundësi të përjetoni emocione të cilat ne po mundohemi të zbërthejmë këtu. Fantazi vieneze. Quhet edicioni i 14 i skenës muzikës serioze shqiptare. Çfarë repertuari do të mund të ndjekin të gjithë ata që do ta vizitojnë? Koncept ja kanë vënë Fantazi vieneze sepse Shkërzeni është domethënë luan në Filharmoninë e Vienës. Dirigenti Mikael gjithashtu ka luajtur në orkestrën e Vienës dhe tash është dirigent shumë i suksesshëm në Poloni dhe anë mban botës. Dhe Mozart, Simfonia numër 40, është një ndër simfonitë më të njohura botërore që është shkruar në Vjenë dhe domethënë i kanë vënë emrin Fantazi vieneze koncertit. Gjetje e bukur. Se janë njerëzit cilët kanë kontribuar, konkretisht edhe Mozartin nga Vjena, Shkëlzen doli vazhdon punon atje, funksionon në Vjenë. Po, është pjesë e Filharmonisë Vjenës. Dhe ne jemi shumë krenar kur na bën mbas natës të vitit të ri, ditën e nesërme, kur bëhet hapja e Filharmonisë Vjenës, kur e kemi patur disa vite radhë, e kemi patur Shkëlzenin me pikat. Domethënë mos gabojmë, ka qenë edhe një herë Baresha, më duket. Albanian Soul. Albanian kur ishte, ha? Po, ishte domethënë gjatë kohës së transmetimit të koncertit të Filharmonisë Vienës, domethënë diku 2-3 minuta, jo, 4-5 minuta, më tepër, është momenti, domethënë kur midis pikës në pikë dhe është ajo, si thom, që është risia dhe në risi ishte Shkërzeni duke përfaqësuar kulturën tonë shqiptare, duke luajtur këngë të inspiruara folklorike shqiptare. Dhe ja e titulloj, sepse janë momente kur kretë bota e shef atë program dhe pikërisht aty gjeti dhe e promovoj kulturën shqiptare në Ambasadorët kryesor të vendit të kombit tonë janë pikërisht edhe aqës të botërorë të cilët në art dhe kulturë që po mundohen ta prezantojnë si e më mirë. Në sportin, në muzikën, në shumë sfera. Unë jam shumë e lumtur që Shkëlzeni rikthehet në skenën tonë. Dua të pyes pak për orkestrin. Do të jetë një gërshëtim, keni bërë ndonjë përputhje nga ansambli shqiptar me orkestrin apo do të jetë orkestri i Filharmonisë së Maqedonisë? Orkestri i Filharmonisë së Maqedonisë është vetëm orkestri. Bile te Vivaldi do keni mundësi të ngjoni stinët e vitit. I kemi stinët e vitit. Po, stinët e vitit të Vivaldit, që është një vepër shumë e njohur nga 4 koncerte të ndryshme, Vjeshta, Dimri, Pranvera, Vera. Edhe gjithashtu do luhet me harshe, po do ketë edhe klavicembalo. Do thonë që është një diçka interesante. Po, klavicembalo është instrument që është luajtur në kohën e barokut. Do thonë edhe është shumë interesant tani tingull. Po. E kemi instrumentin këtu? Filharmonia e disponon. E disponon. Që interesante. Dhe jetë interesant. Shumë e veçante, cila e bën këtë mbrëmje, lumë ata të cilët kanë mundësi. Fatos, unë do doja pak pyetje paksa më ndryshe, që të dalin pra për kësaj. Pra për gjithë shikuesit tanë, Fatos Lumani është kompozitori i parë i operës së parë shqiptare, më përmirësoj, në Maqedoni, operës Skënderbeu. Do doja ta pyesja, ishte një perle pa parë, të cilën kam akoma emocion kur e kujtoj, sepse po shikojmë edhe disa materiale të cilët po na dalin në sfond. Unë do doja ta pyesja, trajtimi nuk ishte që e trajtoi Skënderbeun si hero, por mundoheshim të shikojmë ato anët emocionale, dilemat, e shumë të tjera. Anë njerëzore të tjera. Fatos, a kemi ndonjë përgatitje për ndonjë figurë të lartë kombëtare që po mundohesh ta quajmë, po përgatisesh që të na surprizosh? Jo, për një herë jo. Jemi duke me Shkëlzenin përsëri, jemi duke i bërë 4 stinët shqiptare në formë valsi. Kemi një ballo të bukur, duket. Po, edhe jemi duke i përgatitur, domethënë të 4 stinët.
por domethënë në formë valsi, çdo stil me ritëm 3-4, edhe jetë bukur. Shumë fantastik. Pra kjo është Kur mund ta presim këtë ekskluzivitet? besoj deri nga vjeshta do jetë i përfunduar, do jetë i incizuar, do jetë edhe në formë spoti, po edhe do jepet edhe në koncerte të ndryshme. Tash me si presim. Zhvilluam një risi të bukur, Fatosi, sepse Fatosi gjithmonë është me surpriza. Është djalë i cili nuk ndalon asnjëherë dhe do doja të pyesje ku e gjen inspirimin për krijimtari, sepse shumica e artistëve në përgjithësi kërkojnë vuajtje për të gjetur inspirim, ndërsa Fatosi ne kemi të lidhur me natyrën shumë. Në mos gaboj. Po. Peshkimi, Fatos? Po, peshkim. Qëtësia pas gjithë turmës. Po, peshkim, shkoj shpesh në peshkim. Kam qef të udhtoj në vende të ndryshme, po kam qef edhe të jem vetë, zakonisht, të kem atë qetësin vetë në studio, vetë në piano, sepse realisht duhet meditohet për para se të niset një diçka ose të shkruhet një lloj muzike, dhe ajo e kërkon atë periudhën e vetë të bluajtjes. Profesorin nuk e kemi vetëm themelues, e kemi profesor, e kemi po ashtu edhe, nëse nuk gabojmë, producent, posedoni edhe studion tuaj. Më thuaj, mua gjithmonë më intereson kjo pjesa e profesionit ndoshta primar, sepse ju jeni profesor i kompozimit pikërisht në Fakultetin e Arteve në Tetov, interesimi i fëmijëve, apo na vjen një gjenerat profesor me një frymë të re, çfarë po ndodh me studentët, çfarë po ndodh me artin, si dek që apo zgjidhet mjaftueshëm apo jo? Jo, fatkeqësisht nuk ka investim. Paktën në artin muzikor nuk ka investim. Dhe ato pak institucionet që është dash që të themelohen, për shembull si ansambli i muzikës muzikor në Tetov, edhe ai fatkeqësisht po shihet se duan ta shkrijnë me këtë strategjinë kulturore, dhe duke gjithashtu orët muzikore këto vitin e fundit janë ralluar në shkollat e fillore dhe shkollat e muzikës janë subvencuar me orë fiskulture, domethënë në program. Domethënë gjë që është shqetësuese dhe skandaloze, dhe më shqetësuese është se askush nga muzikantët, askush nga figurat nuk e ngre zërin për këtë gjë. Po, dhe kjo është alarmante. Sidomos për ne si shqiptar, sepse në qovë se këto i kanë krijuar institucionet e veta, domethënë i kanë ato institucionet, mund të shohim 95% monoetnike, domethënë neve nga ana tjetër na çalojnë punët shumë, sepse në qovë se kemi për çdo javë nga 2-3 evente në Shkup, në Tetov, në Tipër, në Struk, në këto vendet, në Gostivar, mund të kesh një event në 2 vjet ose 3 vjet. Dhe kjo është, sidomos për ne si taksapagues, domethënë nuk është e drejtë. Absolutisht. Dakordojmë shumë. Mbjetesa është shumë e vështirë. Një lajm shumë i frikshëm ky, nëse në shkollat muzikës, po në shkollat fillore në përgjithësi, po zëvendësohen lëndët e artit dhe kulturës me edukatën fizike ose me çrëndësi ka. Po janë zëvendësuar. Kjo është me të vërtetë një lajm i frikshëm. Çdo lëndë ka, domethënë, karakteristikat dhe rëndësinë e vet, mirë po pikërisht si do të kemi ngjarje të tilla nëse një gjenerat tjetër nuk vjen dhe nuk, siç e thashë më parë, konkurrencë shëndetësore, domethënë e shëndetshme. Ta kemi domethënë një konkurrencë të shëndetshme ku kemi shumë evente dhe të përlahemi në cilin event do të shkojmë dhe do të mbrim të shkojmë. Mirë po shqetësuese fakti që interesimi po bie pikërisht për të gjitha artet. Kemi diskutuar edhe për aktrimin, kemi diskutuar në përgjithësi artet, në përgjithësi të cilët kemi muzicient, kemi shumë instrumente të cilat për vite me radhë nuk studiohen. Domethënë ne nuk kemi në gjendje që ta krijojmë një orkestër të përmasave të mirëfillta, domethënë nga të gjitha anët. Kjo është mjaft shqetësuese. Mirë po sa jemi tek kjo temë dhe pse jemi në 3 minutat e fundit, shkoj koha shumë shpejt, unë dua pak më shumë edhe të di për mbështetjen. E di që është shumë e vështirë, festivali në të shumtën e rasteve është mbështetur nga vetë iniciatorët, vullnetarët e vetë organizimit. Ne kur filluam të paktën 5 vjetët e parë kemi pas shumë fonde modeste. Domethënë bile vitin e dytë që s'do e bëjmë më kurrë, u futëm edhe në kredit për ta
Vetëm për që të realizohet Barbajtja Po, Festivali. dhe na thonin çfarë boni kështu. Unë thash, ky festival një ditë duhet të kalojë në institucion në vete, për shembull si Vera Ohrit, që dhe ketë drejtorinë në vetë, dhe ketë fonde, dhe kjo është qëllimi jonë si organizator imi dhe i afrimit, që ky festival të kalojë në festival shtetëror, institucionalizohet. Dhe këtua kam thënë të krejtëve sekretarëve, zëvendës ministrave shqiptarë të cilët kanë qenë në Ministrinë e Kulturës nga viti 2012 deri në vitin 2026. Dhe vazhdon akoma që të mos jetë institucionalizuar dhe mbështetjen ta quajmë si lypsar, e quajmë vetëm, që të kërkojmë fonde për të sjellur emra të cilët bota krenohen me ata emra. Sepse nuk është e rëndësishme a dhe jem unë drejtor, a dhe organizoj unë, e rëndësishme që ai festival të ketë fondet e veta dhe të realizoj aktivitetin në pjesën shqiptare, në pjesën e Maqedonisë Perëndimore, pikërisht ku nuk investohet me këtë lloj arti dhe këtë lloj muzike. Ne u kemi thënë, neve u afalim, sepse ta bësh një fëmijë 13 vjet ose 14 vjet, e të thosh urdhron mere, vendos kuadrin tënd, bëhet drejtorin tënd, menaxhoj fondet si dua dhe domethënë mos ketë asnjë vizion kërkush të marrë një iniciativë për këtë që është fatkeqësi. Të urojmë dhe të shpresojmë që këtë mesazh indirekt ta kenë kuptuar të gjithë politikbërësit të në qiellit ton, që mos harrojnë, sepse sot janë aty, nga sot fillon ditë numrimi mbrapsht. Nesër nuk do të jenë. Por nëse dëshironi që të lini diçka të mirë, një gozhë të ngulur, tamam, të institucionalizuar, që të krenohemi të gjithë, e keni momentin miq dashur. Ironia e gjithë bisedës dhe gjithë kësaj që po ndodhe, po ballafaqohemi me një problematik është që të gjithë i kemi pastaj në ulset, në audiencë, duke shijuar artin që me ndjerës është munduar që të mbjetoj kaq vite. Qa ishte më e bukur, për shembull në edicionin e 10 jubilar, ne kishim një fond, jo të mirë, po kishim me që jemi sekondat e fundit. Dhe patëm si asnjëherë aktivitet. Dhe çfarë bën vitin e 11, i shkurtuan 2 fish fondet. Sepse janë mësuar, sepse thonë, këta mund t'i bëjnë edhe me përgjysa. Dhe pikrisht ato ishin në rreshtat e parë. Në rreshtat e parë dhe gjithmonë vinë me vonesë. Miq dashur, Fatos, faleminderit shumë. Shumë faleminderit, që ju patëm këtu, profesor. edhe besoj që kritika do të bie në vesh të duhur. Ne Sonte në ora 20 që jemi në Filharmoninë e Maqedonisë. Gjithsesi. Për të ndjekur edhe virtuozin ton Shkelzen Doli. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Valbona, faleminderit Fatos, faleminderit të gjithëve. Shihemi nesër në 1:00 deri atëherë. Mirupafshim. Mirëmbëjtje.